Gjatë gjithë muajit të Ramazanit në Gostivar u shpeshtuan aktivitetet dhe ndihmat e individëve dhe organizatave humanitare. Ata janë organizuar gati çdo ditë në forma të ndryshme. Në këtë drejtim, shembull është Mërgata Jon, e cila vazhdimisht ka ndihmuar familjet në nevojë në vendligje. Së fundmi janë bërë bashkë 3 donatorë të ndryshëm, të cilët kishin siguruar mbi 20 pako ushqimore. Donatorët ishin 2 nga fshati Çajl dhe 1 nga fshati Tërnov. Pakot janë përgatitur tek marketi Hamburg në Çajl, ndërsa dorëzimi i tyre deri te familjet e dedikuara ishte besuar bamirësit Sinan Elezi. Kjo dhurat vjen për një donatori për Çajle që punon në Zvicër, familja Hajdari, Agji Besiri, Gjali Agji Abdullah, ka dhënë 500 euro, ka dhënë 10 pako, Zoti i dhash, ja pranov këtë sadaka dhe i dhash net lumturi bereqet. I ditë jo një donator për Tërnove, i radhë në Gostivar, don anonim, ka dhënë 400 euro, 8 pako. Zoti edhe ati ja pranov këtë sadaka, këtë mujtë e shenjtë të Ramazani që japin për nevojtarët, me vërtet ka pas nevojë. I treti jo një donator për Çajle, don anonim, punon në Zvicër, ka dhënë 200 euro, 4 pako, edhe ati ja pranov këtë sadaka për nevojtare që i kanë gëzu këtë mujnë e shenjtë të Ramazanit, Zoti ja pranov dhe i dash net lumturi bereqet. Elezi falenderon bamirësit që edhe këtë Ramazan nuk kanë lejuar që sofra asnjë nevojtari të mbetet bosh. Ai me këtë rast në emrin e donatorëve dhe në emrin e tij ka uruar të gjithë që festa e Fitër Bajramit të kalojnë atmosferë paqeje. Unë personalisht vu falenderoj dhe bamirësve, donatorëve, besimin që ma dhanë këtë mujnë e shenjtë të Ramazanit, të jenë bindur se kontributi ative ka shkon vend të duhur dhe inshallah Zoti e vitet e ardhshme këtë mujnë e shenjtë të Ramazanit të jenë edhe më aktiv për nevojtarët se me vërtet kanë pas nevojë këtë krizën ekonomike së në kanë përballuar. Ditë më parë në mbështetje të donatorëve janë ndarë pako me dhurata për fëmijë. Ndryshe, bamirësi Sinan Elezi në mbështetje të donatorëve, aktivitete humanitare për t'u dalë në ndihmë familjeve me status të dobët ekonomik zhvillon përgjatë gjithë vitit.